Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Jemi sikur se e do zakoni në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tan. Jemi me këtë tjetër, me respektin dhe nderin më të madh se sa Lart Vasili. Lart, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mi po në vend të ujitëm kishte sjellë një kafe më buri dhe. Do kafe ti, po pse kafe? Po jam së murë mo. Po regjia, dakor, nuk një kafe. Ora ka njerëz që nuk e konsumojnë kafe. Regjia. Nuk janë njerëz vlla. Janë këta robotët e fundit vlla që kanë vënë kështu lëkur njeriu edhe qarkullojnë. Se mos pish kafe është si më njerëzore. Ku di unë si zgjohesh ti mo? Ja, siç për shef, si kokë modës. Po ti je gjigant, ne si jemi. E di kush është adrenalinë më të madhe se të jep halli i nevojës që duhet të çohesh në 5 mjesit, nuk ka domethënë. Ne dy e kemi. Thashë ne duhet bëjmë mos pashim të tilla halle vlla. Po duhet rroga duhet. Ç'do të them. Nuk të zgjon kafe, të zgjon nevoja për të pirë kafe. Po pra, nevoja. Ajo është. Lartësit kam, si e ke zgjimin njerë, e keme problem të gjova? Shiko, unë që i vogël kam, nuk e di, kam pas një problem me gjumin, nuk më zinde kështu në të gdhir. Nuk është se po, s'më zë dot, ç'a të bëj shkret. Vazhdon të kesh ti. Vazhdon ai ore, unë jam në rregull, unë dua, po ai s'do. Je tip që të paktën në momentin që fle apo je tip që fle. Jo, fle. Ah, dakor, thosë se mos je nga natyrat që bëjnë 3-4 orë gjumë. Jo, fle. Unë mjafton të zgjimi është çik më vonë. Domethënë kam përshtypjen që është edhe si pasojë e profesionit. Bravo. Shiko, këtu fillojnë shfaqjet shpejt në Shqipëri. Po, në Athinë shfaqja fillon nga ora 9 çerek. Ndonjëherë edhe në gjys. Po. Fillon shfaqja në. Këtu unë s'kam ndigjuar një herë që mund të kesh shfaqje. Po se duhet të japësh kohë tjetrit, është hapësira, shtrirja gjeografike është 45 kilometra. Si thua është diagonal edhe një 75 horizontal. Kështu do japësh kohë tjetrit në qendër të shofi shfaqjen pasi ka mbaruar punën. Kurse këtu të paktën jetojmë në një qytet që ja ku e kemi një vrap pele është. E vërtetë. Si e ke marrëdhënien tani me aktrimin, me teatrin, ku je shpirtërisht në lidhje me të? Shpirtërisht. Dukesh ti që ti që zgjohesh mëngjes. Shpirtërisht. Shiko, shpirtërisht mos ekzistonte teatri, vlla, unë nuk e di ku do isha. Domethënë se mund të isha domethënë në vende shumë të çuditshme. Mos ishte teatri, gjithë jetën më ka shpëtuar nga situata jo fort të këndshme. Në çfarë forme ka bërë teatri këtë gjë? Po për shembull, ku di unë, u takuam ne sot bashkë në darkë. Dhe ti më mbushe mendjen që nesër do nisemi se ashtu kemi një punë. Po unë të thash se do të se kam prova. Okej, të kam marrë një lloj disipline, në një lloj të jashtëzakonshme, dhe pastaj dëgjoj. Është ashtu siç është edhe në shkrimet e shenjta që thotë shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Dhe unë isha 15 vjeç kur më zgjodhën për teatrin. Pa asnjë lloj dëshirën time. Unë futboll po luaja. Si nuk ishe dëshirë? Fare. Kisha parë ndonjëherë deri atëherë do një shfaqje jo. Ai që të zgjodhi çfarë patë këty? Ku di unë, pyete, se di. Po edhe sot se di. Se ke pyet? E kam pyet. Çfarë të ka thënë? Që je i lindur për këtë gjë. Po ai e dinte. Po se çfarë ishte ajo që pa, po. Po nuk e di, dhuntin, kjo dhunti. Ke lindur për këtë gjë. Dhe në fakt, shiko, do të them diçka mbase duket e çuditshme. Për shembull, e ke pasur të dëm balla? Po e kam parasysh. Bravo. Hypo në skenë dhe së dëm më. Si mund të ndodhi kjo? Që të harrosh dhe dhimbjen fizike. Jo, nuk të dëm vërtet. Mbaron shfaqja dhe të dëm sërish. Dhe nuk të them në ato 2 orë të shfaqjes. Sigurisht është adrenalina, është përfshirje. Se di, nuk e di. Është diçka që o ke lindur për atë punë, o s'ke lindur për atë punë. A je falendërues atij që të ka bërë? Thoma Milajt, po në mënyrë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Po mund të ishe bërë super futbollist. Mos. Çoku paguan dhe i Elana, Jo, edhe shiko, çoku paguan më mirë. Shiko, nuk e di tani kush ka më shumë para, Messi apo DiCaprio. Se ne gjithmonë krahasojmë me Messi. Messi ka më shumë. Me të paktën aq sa i ndjekim ne. Do të thënë Ronaldo është miliarder. Apo Ronaldo është bërë miliarder. Po mirë, mund të ketë aktor miliarder? Po, mund të ketë. Ka përshtyme DiCaprio jetën e bën më qef.
Mirë. E pra. Patjetër s'është vetë. Po, është dhe kjo. Vështrimis. Është dhe kjo. Se është dhe disiplinë e fortë, shumë, llaktar, ushtrime këto. Pastaj thyen këmbë duar. Po. Janë Ai është mirë. Olard, ti që ke jetuar Greqin, edhe unë në fakt kam jetuar në Athinë disa punë, isha shumë i vogël që të ndiqja atëre shfaqjet e tua. Megjithatë, nga që të kam ndjekur në rrugtimin tënd dhe di për qëndrimet që ke mbajt, si shqiptar jam falenderues për faktin që ke mbajtur. Faleminderit nga të paktën që e thua. Po, absolutisht. Ore, si ndryshojmë ne nga grekët si popull në thelb? Nuk ndryshojmë. Fare, Jo, nuk ndryshojmë. Nuk ndryshojmë. Jemi thjesht diku tek 20 vjet pas. Kaq Pa, aq, po. Një gjenerat pak a shumë. Po, një brez. Jemi një brez pas. Kjo është vetëm një diferencë. Dhe me të, dhe me të drejtë më burri dhe me të drejtë. Tani ti ishe 40 vjet i izoluar, 50. Po. 50, pse 50 më se gjithë thonë 50, po hajde më 45. 45. 45 vjet e izoluar. Kështu që është logjike. Kemi qenë shumë mbrapa dhe jemi afruar në mënyrë të rrufeshme. Jemi afruar. Por në ADN, te genetika jonë ne nuk ndryshojmë fare. Po fare nuk ndryshojmë. Po kur edhe ke të njëjtin shiko. Ata genetikën e kanë si ne. Politikanët grek vjedhin njësoj si politikanët tanë. Jo. Kush vjedh politikan? Të lutem lart. 13 imunitete hoqi parlamenti grek nga partia vet. Po dëgjoj tani. Nga cila parti? Nga po mi më dakord. Jo thuaj nga cila parti, se ta sqarojmë pastaj. Nga Nea Demokratia. Po pra. Okej, nga Partia Demokratike. Po pra. Ose i quhen ndryshe Republika e Re. Që e bëri kishte një vegim luli, thali për Republika e Re. Se ne të gjitha të gjitha ne nga Greqia dhe Italia kemi marrë. Vetëm ca të shkret kështu që Duart Rokasi thonë, "Ua!" E kupton gjë e re. Asnjë gjë e re vëlla, dëgjoj tani. Atë parti e themelon Konstantinos Mitsotakis. Ja trashëgon vajzës dhe pastaj djalit. Të paktën këtu ne nuk ngjajmë. Ne nuk kemi parti trashëguara. S'kemi. Për momentin, po mund të kemi. Po nuk I kemi vëlla. Ore, për momentin. Dëgjoj, Partinë Komuniste kishte Enver Hoxhën, e kupton larg qoftë. Dakor. Pastaj kishte Nanon, s'ka asnjë lidhje. Pastaj Majkon, s'ka asnjë lidhje. Tani ke Edin, nuk ka lidhje. E kupton? Po jo trashëgohet genetikisht. E trashëgojnë janë, e ka sigur e ka bajrak të vetin. Ajo nuk është detyrimisht diçka e keqe. Detyrimisht diçka e keqe. Po ti je mbretëri po. Jo. Rastet të tilla të familjeve që janë vërtet të rëndësishme dhe kanë cila familje e njeh kulin ti mo. Mo je mirë tani. Të keqen tani. Unë e njoh personalisht. Cila një personalisht? Po. Një personalisht. Ua, kur bënim fushatën me Aleksin? Kulin po patjetër e njoh mo. Tani patjetër që s'do më flasi, nuk diskutohet. Po këtu e 20 vjet, e 25 vjet, po e njoh personalisht, patjetër. Jo more, kisha në këtë sens Olard. More vetë Marika ka thënë larg qoftë po humoraj me politikë, kur kanë thënë do merr me politikë do të çeshte. Mo zotërisht, ta marr vesh, shumë s'ka kandidova. Unë kandidova më burri dhe më ndroj kokë me kokë me Agimin e Art, çfarë të bëj? I thanë që të marrësh zonën B të Pireut, kandidova, mora 4000 vota te zona A e Pireut. Po jo në Greqi më. Këtu. Shqipëri zotëri. Me kemi me Greqinë, ne na ta duhet. Se e kishim atje muhabetin, prandaj do përgjigja. Pse s'kandidon ozot? Të kandidoj këtu. Po. Si? Ma më sot ti, se unë s'di. Jo, si do kishe qeftit kandidoj? Me agronin. Me agronin. Po, me agronin. Si agronin, se është mirë, është agronin. Me agronin. Nuk se di. Futokseris. Futokseris me go. Nuk e di valla. Ideologjikisht, je më afër të majtës apo të djathtës? Në Shqipëri nuk ka të majtë të djathtë. Ti vetë personalisht. Nuk ka. Nuk ka të majtë të djathtë. Dëgjoj, e di kush çështja se njeriu plaket me një të pasme, po jo me të njëjtën mendje. Kështu që detyrimisht ti zhvillon të paktën aftësinë e vëzhgimit dhe se kush kon sot e majta dhe djatha, për shembull, e majta globaliste ka një përgjegjësi të madhe se kush ka rëndisur Evropa sot. Pra një Evropë ku nuk jetohet më, një Evropë ku domethënë dhe ekstremi I djathtë është ngritur kundër organizatave terroriste, të cilat fshihen në petkun fetar. Dhe për shembull u bë lëvizje madhe të sjellim inxhinierët nga Afrika, doktorët nga Afrika dhe tani shef në thonjza inxhinier dhe doktor me anxhar në dorë që terrorizojnë qytetarët e thjesht. E kupton? Është dhe do thuash ti po çfarë bëjmë ekstremi djathtë. Nuk e di, por
Meloni të paktën bëri një deklaratë të saktë kur tha që, shiko, në qoftë se u pëlqen vendi juaj, ktheuni atje. Ti mos e janë në vendin tim. Dhe tenton të Dhe jo tenton, më detyron mua që të përshtatem te kultura jote. Ço dhe ik në vendin tënd përderisa të pëlqen dhe kaq shumë. Sepse vendet e asaj kulture ti e shef që janë tmerr. Po pra. Atëre, si mund të do thuash ti ky është ekstrem i djathtë. Kam përshtypjen që këto janë etiketa tashmë. Po. Kam përshtypjen që njerëzit po kthehen se po vazhdoj të përgjigjem. Po, do kandidoja për atë dheun. Po. Me kë do kandidoje? Po. Do kandidoja për të mirën e Shqipërisë. Po, do thuash ti ç'është kjo përgjigje që dhe e lart. Jo, mo nuk është kështu, e di pse sepse në qoftë se do kthenim në vendimarrje, do kthenim atë që kishte Athina e lashtë, që ti kur hyje në politik të numëronin pasurinë që kishe. Dhe kur dilje, në qoftë se kishe 1 cent më shumë, atëherë sekuestroi gjithçka, dhe ato që kishe. Po e them më thjesht, le ta çojmë politik bërjen në vullnetarizëm. A u lërasin gjithë ditën që kemi përqindjen më të pakën në vullnetarizëm në Evropë? Bravo. Tani, unë kam, me që ti fole për Athinën, kam përfaqësuar 3 herë Athinën në festivalin ndërkombëtare, 3 medalje të arta. Kam përfaqësuar 3 herë Shqipërinë me produksionet e mia private. 3 vende të para. Në rregull, një herë ka qenë mix, se shfaqja ishte 2 gjuse edhe një tjetër. Pra kam domethënë 7 juri ndërkombëtare, fatkeqësisht më kanë dhënë çmimin e parë. Si Daniel Day-Lewis jam. Fatkeqësisht. Dhe unë fatkeqësisht. Ne, mo fatkeqësisht për mua. Tani, si mund të marr unë në teatrin kombëtar vëlla 1400 euro dhe Zengjina merr 6000. What the fuck? 6000 merr. Po me dietat po, dhe me kompensime. Tani bashkë flasim. Merr 3200, po mirë, 3000, 2 fishin. Pse mor burri dhe çfarë bën? Çfarë bën që shan Për ty punon zotri, për ty punon. Po t'i jap 10.000 pastaj. Atëherë të kërkoj ndjes nga sot e tutje në Ti punon për pasionin artist. Ata prandaj paguajnë shumë që mos korruptohen. Ato sa i kanë marrë me zor nga rruga, i kanë thonë hajde aty puno, se ajo nuk do ndite pasionet e veta. Ne. Atë se land bëj aktore dhe tani do ta paguajnë. Atë bëj tenore. Jo aktore. Ne. Jo soprano, tenore. Me Zegjinen. More dëgjoj, jo më ç'pun kam unë me gocën më në rreth, me rregulla të gujet. Unë po them për fenomenin, mos ka mundsi. Tani po na del për shembull një tjetër që është arrestuar domun pas ka pas diplomë burri dhot. Asnjëherë. Kishte vetëm një bachelor. As Zuckerbergu s'ka diplomë, çfarë problemi ka? Zuckerbergu nuk është presidenti i Amerikës. Po ç'o problemi ka se është? Po jo, ka një problem sepse kur ti hap rrugën ignorancës, atëre nuk e pse, atëre ti nuk e pse ankohesh. Nuk e pse ankohesh që ata marrin vendime për ty dhe s'u pëlqejnë vendimet. Po duhet biem dakord. Gojën dhe ri pastaj. Duhet biem dakord që në Shqipëri diploma nuk nënkupton realisht intelekt. Jo, nuk e thosha për kartonin vlla, po, ke të drejtë. Se kanë shumë që kanë karton, edhe janë ignorant, tërësisht. Po ç'thuani me karton të verdh jam i të gjithë orë. Ke pasur gjithë, gjithëve të verdhi tha. Çiku nxjerr të kuqen, e diti. Që vajti për vizitë në shtëpi. E di atë mo, që ta janë gjithë me të verdhit. Po e di more ti. Bravo. Kështu që do ktheja këtë. E di sa bukur do ishte, vullnetarizëm. Çfarë do bëje? Çfarë do bëje? E do Shqipërinë. Po. E do Shqipërinë. Po. Dhuroj Shqipërisë. Mos i vjedh Shqipërisë. Dakor. Ti që je në vendimarrje më. Ore, Ioannis Kapodhistrias kur themelua shteti parë Elen, që e themeluan bavarezët, e morën nga ministri i ekonomisë Carit Rusisë, pasi themeloi Konfederatën Helvetike, që akoma Konfederata Helvetike, Zvicra, për ju që të merremi vesh, ka akoma sistemin administrativ që ka bërë Kapodhistria. Në rregull, pasardhës dhe ai, domethënë i Elena Distris. Prap një zonë jemi, prandaj them nuk ndryshojmë neve. Po të gërvishësh, aty dalin Arvanita, Sarumun, Vlef. Vërtet. E kupton, aty dalin. Dakor, ashtu është në fakt. Dhe ka shumë idealist grek në fakt. Prandaj e vran. Është shumicën e idealistëve grek, të cilët Helen. Po pse i thua, pse mos i them grek për shkak? Sepse grek është një emërtim Graeci. Nga romakët. Graeci po. Romakët e gjetën aty nga Pellazgët. Graeci është një emërtim që vjen nga tempulli Dodonës. Tempulli Dodonës ishte një nga tempujt shumë të veçantë në botën antike. Ku me termin e sotëm le ta quajmë priftereshat me termin e sotëm, do me thënë misionaret që ishin aty, ishin femra.
Dhe rituali që bëj, mos ju duken çuditëra këto se shiko kur era unë në Shqipëri fillua të thoshte disa teza të tilla tani mi kanë marrë edhe i thon shumë njerëz në për studio i thon si shpikje të veta. Unë nuk i kam shpikje, i kam lexuar te Akademia e Athinës. Se më tepër gjente Akademia e Athinës, Akademia unë zgjen asnjë fare po. Çon si ka. Atëre, rituali që bënin ishin që ecnin në mënyrë rrethore derisa tu vinte profecia. Dakor? Dhe ti Omeri kur përshkruan në Ilion përshkruan lutjen që bën Akili, Akili shkon te tempulli të Donës dhe lutet dhe thot o Zeus Pelazg. Nuk thot o Zeus Helen, prandaj them Helen ka ndryshim. Dhe këto gra që ecnin dhe thoshin profecin te tempulli i Dodonës, i Zeusit Pelazgjik. Ku po të shkosh në teatrin e Dodonës përballë shef Tomorin. Nuk është e rastishme Jerilinda Sitan na infrashë shkuan për baba Tomorin e të gjitha këto. Dakor? Sa interesante. Jo, kështu është, Ore, është nga gjeografia kështu më vlla, nuk janë shpikje të Laertit. Thjesht ju lutem të gjithë këtyre me emër mbi emër që i marrin këto dhe i përdorin në për studio, të paktën i përdorin saktë më burri dheut. I diti janë dhe njerëz që kanë krijuar parti kështu. Çuditëra të tilla, prandaj ti më thua të kandidojmë, me këtë kandidojmë ne. Edhe me Parti Socialiste. Dakor. Edhe tani do të shikoja si do reagoj. Dakor ta. Dakor. Po kam mamaja është nga që orëve të para u burri dhe më shokun gramos tani. Çfarë flet tani? Janë vetë, po nuk përjashtohet pra. Shiko, unë jam familje dëshmori nga mamaja. 16 vjeç dajua e mamas ka dhënë jetën për të vënë dhe nuk dinte me zi ditë shqip. Ishte dropullit dhe me zi ditë shqip. Dhe është vrarë në brigandën 5-6 sulmuese i shkuan për ndihmuar Jugosllavin. Pritani se këtu po hedhin dhe balt mbi gjakun e heronjve o burri dot. Po që të kthehemi te këto. Po. Dhe aty u emërtua Graeci. Sepse ishin këto gra që ecën. Gra që ecin. Shiore. Graeci nga rituali të Donës. E mo Graecet. Graecin. Ku do vemi te Graecit. Po. Atje kërkonin profecin më burri dhe ore është shumë e thjeshtë. Gjua është shumë e thjeshtë më burri dhe. Ore fal, o Lartit që je shumë informuar, domethënë një herë lexuar jam se më rifte babai. Shumë mirë, mos. Jo, mirë më bënde mos e kështu. Edhe mua më rritë mos mësova. Kështu fillova të lexoj. Jo, më se bëj shaka edhe unë ore. Nuk u lexova se më rritë. Ani këta pellazgët. Ne. Janë parardhës i përbashkët. Po patjetër. I dy gjuhëve tona apo janë shqiptarë që pastaj nga ande kanë delë. Jo, termi shqiptar vjen shumë vonë. E qartë, po shqip folës. Me termin arbëror vjen si thua bashkimi i parë gjuhësor i ilirëve dhe epirotëve. Sepse e dim që ilirët ishin më në veri dhe epirotët ti e kete, nuk ishin kota ata të përkrenarje Gjergj Kastriotit që shkruan imperatore. E kupton, Jezus Nazareus Benedikta te princeps Epirun, terrori Osmanorum, princeps Regji Ilirium, do me thënë. E kishin të përshkruar ata dhe ndanin ilirët me Epirit. Arbërorët është bashkimi i parë i ilirëve dhe arbërorëve, i epirotëve. E qartë. Dakord? Pra, dhe shumë më vonë vjen termi shqiptar, jo si term i shfaqur, por përfaqësues i kësaj popullsie. Jo, nuk e kisha te terminologjia, mbase e ka gabimur gjuhës pra gati. Jo, nuk s'ka gjë mo. Pellazgët është popull i parë që jeton, gjallon në këto zona. Dhe me ardhjen e danajve nga Egjipti, ata gjetën këtu një tokë pak a shumë më pjellore se të Nilit. Edhe kështu vendosën pastaj dhe ardhja e Fenikasve që zhvilluan tregtin. Dhe ata sollën dhe alfabetin, po leje çdo histori ndar jam as do mërzit e njerëzit. Jo, më njerëzit janë histori. Kështu që jo, te pellazgët, ti je shef tek të paktën në vendet tona e ke dëshminë fizike, sepse e shef tek kalat tona në fillim janë muret pellazgjike. Nga Ulqini e deri në Akropol, po të vesh, poshtë ke muret pellazgjike, të mëdha, gur të mëdha, shtresat e formacione të mëdha, gurit e pastaj fillojnë. Por po etimologjia e pellazg, mos ke informacion nga vjen pellazg? Shiko, do të ta shpjegoj pak më saktë me fjalën lagun, që është një tokë e lagur, pra e lagun.
lagun. Andaj vjen, e përdor anglishtja, lagun, thot anglishtja. Po, e Në lagun. rregull, pra. Dhe po të kalojmë tek një etimologji le të themi më e vullnetshme. Po, më e vullnetshme është ata jetojnë në një pelg, i themi sot e kësaj dite. Pelg, po. Pse i themi pelg? Se është i pelagun. Apo jo? Pra, ata jetonin vlla, në qoftë se me zbulimin e fundit që është qytetërimi 8000 vjeçar i Linit, që është qytetërim ujor, a na doli tani? Tani dolim. A është qytetërim ujor? Po, i pranuar. Pra, ata vinin trar dhe jetonin në ujë. Të lagun, ore. Pra ata vinin prej të lagunës. Nga po vjen më vlla, pej, a e thon lagunës. Gegnishtja, dëgjoj. E ka thënë dhe Pangalo si shkren djes pas. Si se ekzistojnë, kur e pyetën në Temega, e kam pas, shiko se do vinë shumë njerëz dhe thonë e njoh këtë, e njoh atë, po unë i njoh me fakte dhe ti e di të paktën se mund të gjesh në YouTube-in e kanaleve greke. Kisha njerë me Pangalos dhe Mega dhe tha, si se ekziston, tha, se është ajo termi që nuk ekziston greqishtja e vjetër, helenishtja e vjetër. Ekziston, tha, e flasin në veri të Shqipërisë, po nuk e din, është gegnishtja. Dhe të gjitha... Ka thënë Pangalos të? Ne, po jo term shkencor, ai e pranoi. Nuk është se e tha... E ka pranuar pra këtë, nuk është se ka shpik. E ka pranuar Pangalos. Jo, e tha, po kam qenë unë në studio. Ja, shure Pagale. Ne, Steos Horestu. Ne, ja. Djes pas. Po se isha në dhe ja, tha, pyeteni, ja ku e keni, tha dhe tregoj nga mua. I thash unë Ropsi, thash unë kam ja 5 vjet, do më vrasin për këto gjëra i tha. Po kështu është e vërtet, është e vërtet. E ka gegnishtja. Toskërishtja është më amballazhuar. Është produkt më delikatesen. E kupton? Po në qoftë se do mish, e kupton, hell, valla, ke gegnishten. Pra esencën, thelbin e ke te gegnishtja. Dhe e ke, pra, a thot ai pe Dukagjini, pe Gjakove, prej. Atë pej së lagurës, prej së lagurës, pelag, ajo është, pelazg. E kupton? Ja. Ajo është, sepse ishin qytetërime që jetonin në ujë më burri dheut. Mos është fakti që ishin dhe të rrethuar nga ujë. Po dhe nga ujë. Po mimo, nga ujë ishin më të rrethuar më, por qytetërimet e tyre të hershme, e kupton, janë në ujë më burri dheut. Ore më fal, e ke tek rrethoria e Durrësit më burri dheut. A ke gjithë ato brenda në det që thonë mund të jetë dhe Atlantida e humbur. Mund të jetë, dakor, të nga mendësime. Po të paktën tregon që ka pas një qytetërim, që është mbuluar nga ujë. A e ke? Atër çfarë do? Se grekët thonë vjen nga Pelagos, nga fakti që ka qenë rrethuar Pelagos. Ku diun atë? I Pelagur pra. Po pra. Ja ku jemi. Po sepse në greqisht e lagur, është Vregmenos, nuk të vjen. Do quhej Vregmenia, pse quhet Pelazgjia? Po, do quhej Bregmenia. Dhe Vregmenos është prap nga bregu. Vreg është Bregmenos. Aha, iku. Mbaroj ra. Unë nuk bie më, po është. Ore është, nuk ka nevojë më. Po të shiko, marrim Mateon vlla dhe thuaj, hajde vemi në Greqi, thuaj po të di greqisht. Dhe lexo, kalon poshtë parlamentit, sheshit të kushtetutës. Tani poshtë sheshit të kushtetutës, vlla, qendra e qytetit. Si do emërtosh një rrugë? Do emërtosh me një nga personalitetet më të mëdha që ka. Po. Kryezi quhet. Ata janë arvanitasit, po, kryezi. Zapio? Sepse ata nga zhapat e Libovës. Ata e themeluan, vlla. Dhe ata po themelonin një Shqipëri të re. Nuk ekziston dhe emërtimi, po dua të them. Por ndarja është sepse ishte çështja fetare. Pra ata ishin kundër otomanëve, vlla. Ishin pro Bizantin. Donin të ringjallnin dhe njerë lavdin e dikurshme të Bizantit. Këtu është bërë ndarja e madhe. Po jo, Po si tani ka mundësi, o vllasis ka mundësi. Po pse olla nuk i mbajtëm do taksat ne për shembull, edhe filluan ti kthejnë. Po sepse që bëm kthimin e. E di pse? Sepse ti kishe një priz vlla që për 25 vjet e turpëroi perandorin otomane. Dhe e turpëroi në lulëzimin e vet. Jo kur u quajt si sëmuri i Bosforit, shekulli 19. Ja. E vërtet. Dhe Shqipëria ka bërë 147 kur e ngritje, tjetër se nuk e mërtohen. Në rregull, pra ne jemi ngritur, po ne nuk kemi pas atë lloj bashkimi që të ishim të gjithë, do të them për të heq otomanët.
Dhe aty çfarë do bësh ti i shkreti tani? Kur pate atë prijës që e turpëroi, kur u pushtuan këto viset arbërove, janë rafshuar. Jo djegur, rafshuar. Ndryshe pse do merrnin udhën ata të venin nga brigjet e Labëris të gjenin një vend tjetër që erdhën Kalabria. Nga Labëria, Kalabri. Mo Kalabri, po mirë, ajo dihet tani botërisht apo? Dihet. Kalabria, e kupton? Po çfarë dihet? Ata janë shqiptarë. Dhe versioni tjetër është Kala e Arbrit. Versioni tjetër është Kala e Arbrit. Po çanci ka një nga dy është njësoj. Ke dhe ca të tjerë pastaj që ngelën, humbën rrugën. Po. Atyre u preu timoni keq. Ikën. Do me thënë në vend të venin këtej për nuk us baba. Po. Këta dolën këtej nga dolën këtej nga Porto Palermo, e kupton, nga Dërmiu. Po. Edhe ngelën ata, gënjehen këta timonierët, e kupton. Siç marrin tani refugjat dhe i thonë arritëm me dia të Barcelonet me kinezët mo. Që i thanë arritët në Itali dhe fillon ata buongiorno, e dole e vlojnë dhe hajde këtu i thotë. E kupton? Ne. Edhe këta i gënjehen, i thanë arritën në Itali. Ton dolën këta tani dhe u vendosën atje të shkretet edhe. Edhe prandaj ke mbiemra. Thotë, i ke gjithë jugun e ku me mbiemra të veriut, por ata janë grek tani. Ti se beson për çështjen e se beson ta lësh mo, po tani edhe diktatori më i madh minoritetin e njohur në Dropull o buri dhe. Tash po. Ore, dëgjoj. Unë kam sqaruar. Helenizmi është qytetërim, nuk ka të bëjë me kombësi. Madje një eliti Odise Maveriu thuaj. Ai që udhës she, prandaj quhet Odise. Urdhra. Mo ashtu është tani. Je dakord. Po ashtu, a themi ne udhëtar mo? Po. E themi. Udhëtar. Po, udhëtar. Dakord. Po në greqisht si është udhëtari? Taksidioti. Po pse s'është apo se lëviz me taksi në Greqi. Po, me taksi. Udhëtari me taksi. Pra, atëre, edhe Odiseas Elitis thot në një poezi të tillë, Adeu im thot një afresk me shumë shtresa. Po ta gërvishësh. Që po ta gërvishësh pak, thot dalim a rumun, vllek, shqiptar, slav, turq. Por më mirë jo thot se pastaj të pret burgu ose giljotina. Po e ka thënë vetë. Po e ka në poezi, nuk është e thënë, është e shkruar. Kështu që tani qytetërimi i helen, në momentin që vendos dhe u bë etni, kombësi, aty filloi gjithë çrregullimi i Ballkanit. Sepse ti dëgjon tjetrin, si e ke i thua, ish kryeministrit grek. Thot ai Kahraman Ali. Si e ke? Po Karamalisi ore. Po çfarë e ke ti me Greqin? Jo, më mbiemrin kemi, si jemi gjë kështu. Amo tani tallesh tani. Do me thënë, unë po ta kem mbiemrin Berberi s'mund të jesh futbollist në Sigen. Po jo, keni qenë futbollist, po ta kishe Berberi. Po ta kem mbiemrin Vasili, që e kam. Po. Unë minimumi do thuash është ortodoks mose, nga Vasili. Minimumi do ta them. Unë nuk mund të them ty që jam turk. Po. Të tallem. Të them jo, duhet ta kisha Mehmeti Hasani, Turkmen Oglu, diçka e tillë. Po ti e ke, ore, ti personazhin më gjigant ke Grigorin o buri. O Arnaut Oglu. Ne. Po, që kur kam qenë emisionin e ti, i them ç'kemi patriot. Tha mua, ç'ne patriot? E ti tha lart nga Selaniku e kështu, cil Selanik i thash, ma që është Arnaut Oglu, më tha mua. A ti se dish domethën mbi embrioti. Po vlla, ç'a është? Çfarë domethën tha? Ngeli, jo nuk e dinte djali more. Tani është buraj po. I thash un Arnaut në turqisht është shqiptari, Arnaut. Oglu është ajo që themi prej, i atij, djali i. Pra, ti quhesh, i thash, e thash greqisht Alvanopoulos. Po pra në fakt po ta përkthesh po. Urdhëro më tha mua. Është vërtet. I thash, mo ashtu quhesh. Dhe ke edhe fenomenin tjetër të televizionit francez. Ali Again. Ti e njeh si Nikos Aliagas. Oh, Aliagas. Po, bravo. Shikon që s'të vjen. S'të vjen Ali Again me të parin. Ali Again e ka ore. Dhe për ndertët është çam, këtej është. Na thes protia, ne ore. Kur ai festoi kaq vjetorin e emisionit të tij shumë të suksesshëm, vajtën dhe i kërcyen vallën e hershme Elene Ciamiko. Ciamiko, po. Po tani Po tani, hajde vjedhim 2 andej, 5 këndej dhe bëjmë një. Po vetë Arvanitas nuk e pranojnë këtë gjë me sa kam parë. Pse ta pranojnë? Po ta pranojnë origjinën e Po tyre. nuk ta pranojnë valla, se ti thot ti more origjinën e pushtuesit. Ti more fenë e pushtuesit thot.
Si do të pranojmë? Po s'ja pranon as ortodoksit shqiptar, mos e shqiptari nuk është vetëm musliman. Ata thonë, ke vajt në viset arbëreshe, ke vajt. E di që do të bësh një pyetje, ta kam djegur me kohë. Se të shoh. Dëgjoj, ke vajt mo, dëgjoj. Mban mend kur vajti RTS-ja vlla, që vetë kjo gazetë se ne këto që punojnë me mikrofona ne I kemi shumë të përgatitura. Dhe I thot flisni shqip, jo tha arbërisht të flasim ne, arbërisht. Po. Arbërisht flasin ata. Prandaj kur ti thua je shqiptar, jo të thot arbëror jam. Ti kuptoje këtë gjë. Mbase e shtroi gabim pyetjen. Jo, mo nuk e shtrove ti gabim pyetjen, mo. Jo. E kupton, është si të sqarosh ti sqarosh atij që është mësuar të dërgoj sinjale me tym, vlla, ti sqarosh iPhone-in. Po sinjalet me tym janë efikase edhe kur bien dritat, kur ikin dritat. iPhone-i jo. Po, iPhone-i është kur ka shi. Amo Mateo se ka kuptuar, na erdhi ka një orë që thotë që kemi pyetje. Mo thuaj. Erdhi propozimi të bësh ministër kulture. E pranon? Në qoftë se do kem një ekip, po, I cili të paktën do më përndritsoj për fusha të tjera se unë mund të kuptoj teatrin dhe kineman. Pra, mirë. Po, për shembull, tu përfshin muzen, përfshin vendodhjet kulturore, që ne I themi me fjalën e bukur site. Po. Pse ku e gjen sitën? Olerd, nëse do kem ekipin po. Olerd, nëse do kem ekipin. Çfarë do ishte? Vazhdo kolekt, të lutem. Se aty do janë në ndërhyja çik dhe kur thua ekipi dur për shembull. Njerëz të përgatitur, emra që për ty kanë vlerë të shtuar brenda këtij realiteti që jetojmë, që do doje të bashkëpunojmë. Mund të përmendesh? Po për shembull, do ta zëm, ke parasysh do të reformatosh gjithë projeksionin operistik të Shqipërisë në botë. Pra, të mos kesh individ. Siç I ka unë, për shembull e bëra ke parasysh artikullin bën namin në shtypin grek të Alemanjën Frankfurten që sytë Aleksandër Mojsiut, që thoshin I vetmi aktor pas Aleksandër Mojsiut ka bërë karrierë në teatr, se në teatr shumë vështirë të bësh karrierë në botë. Ishte Laerti. Okej. Po tani pse ti ki Ermonela Jaho jashtë, apo Sajmir Pirgu, apo Eno Peçi në balet, dhe të mos si të mos u marrësh mendjen atyre njerëzve, ti thuash, si mund të ikim ne si trup? Në rregull, pra, si të projektohet Shqipëria në festivale të ndryshme me karrierën që keni pasur ju individualisht. Pra, një njeri kur ikën e bën karrierën individualisht, por ne si formacion, si trup, nuk e kemi. Më kupton ç'do të them? Pra, çmimi I fundit I madh që kemi marrë ne ka qenë festivali I Dijonit, asamblit këngëve dhe valleve popullore. Po aty ne nuk kemi nevojë se këngët dhe vallet I kemi, traditën popullore. Ti do të ngresh operën. Pra, të mos e pyetsh Ermonela Jaun dhe Samir Pirgun vlla. Do të ngresh baletin, të mos marrësh Eno Peçin. Po këtu s'ka ngel askush. Jo, ka ngelur më po është sistemi është I tillë, është I tillë tregu vlla, që nuk arrin tani la skala e kupton, duhet shkosh ti, individi aty. Më kupton? Pra, ne, shiko, kjo Shqipëri nuk mund të projektohet vetëm si vend kamarierësh edhe kuzhinierësh o buri dhe. Edhe qiradhënës shezllongësh. Po. Shtretësh, domethënë në plagë. E kupton se po është ky bum turistik dhe është vërtet. Okej, nga backpackers, s'kemi shumë, dakor, do vite turizmi elitar. Po pse mos ta kesh gjithë vitin mo vlla? E di për shembull që Londra, Athina s'ka nevojë, lëre Londrën, është shumë afër, janë si ne. Athina ti e di që ka turizëm teatror. Po. Nga gjithë bota. Po ka një traditë madhe në fakt, njihen ata. Jo 50 vjet para ai ka traditën. Po kanë shitur atë narrativën e Po jo vlla, sepse gjatë po jo, nuk e kanë shitur. Erdhën ca njerëz të mençur që e diktuan atë gjë, nuk e shitën. E diktuan, filloi që nisi që nga shkollat fillore. Më kupton? Ti I ke teatrët thua, amfiteatrin e Durrësit e ke, teatrin e Butrintit e ke, I ke. Nuk mund të bësh mise ti në këto, se në Epidavros dhe në Akropoli nuk lejohet të bëhet parade miseve vlla. Mund të mandash ikë Epidavros, si është etimologjia e fjalës? Dhra Epidisavras. Vepro si për aurës. Po.
Okej. Dhe aura më e fortë ku është? Te burimi i jetë dhënës. Po sigurisht. Është burimi i jetë dhënës. Po sigurisht. Ai merr tjetër konotacion kur bën dalje dhe tjetër kur bën hyrje. Sepse prandaj ata shkruan ka mall për vendlindjen. A shkruajnë rilinda si mo që kishin mall Po për pa vendlindjen. tjetër, ku ka si shtëpia? Për vendin nga kishin lindur. Ajo është vendlindja, po. Shumë e bukur. E bukur është. Faleminderit. Po la erdhi shumë interesant më Ore, zotëri. pas e vim diskutim. Kush është gjëja parë që do bëje për teatrin dhe kinematografin shqiptare? Dorisja fondet, as diskutohet. Fondet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe do ftoja bizneset Po? që në sasin e shumës që do dhuronin si bamirësi për institucionet kulturore, herë 10 do ulja taksën. Pra, nëse ti dhuron 1 milion euro, unë në 10 milion euro nuk të tatoj. Interesante. Kaq e thjesht mo. Ore, nuk ka nuk do shpiku në rrotën, Jo, nuk po e them gjëra që janë bërë në botë vlla. Pse si bëjnë këto më? Që kanë Ti qenë ça më përpara. prizën në një Ore, madje fjalë nga Kaq o kaq. Po Kaq mirë, mo. se nuk i bëjnë Ore këto- thuaj Zamir Manes, ore Po. Zamir më dëgjon më vlla. Thuaj më, jep 1 milion euro për kinematografin shqiptare dhe 10 milion unë nuk ti tatoj. 10 jep Zamiri, se s'doj tatosh 100. E vërtet është. Dhe çdo lloj Samiri. Pse nuk i bëjnë këto më burr që janë ose këto që kanë qenë? Ua. Pse si E bëjnë më mirë ata? tani, unë e bën. Ç'të të them, do i bëj kur të vi unë. Ç'të të thot vllai? Ha tani, se di, nuk e di. Vdes nga S'duan reagimet. aty. E la erdhi ti ka reagimet kat pa parë. Ua, Po ç'thua? po a është e vërtet tani, pse si ku di unë se si Ja, bëjnë? asnjëri se di. Se s'vjen dakord, di unë. Munges vullneti mund të jetë për E pra, shkak, munges çështje vullneti. vullneti, çështje E mo ç'është vullneti, unë të thash, duhet të kthehen në vullnetar. Po pra, po. E, Ka qenë vullnet. Prandaj është. Është të Bëjmë mirë. disa pyetje të shkurtra se jemi drejt fundit. Jepim, Kush është po. aktori më i mirë dhe më i mirë shqiptar dhe aktori për mendimin tënd më i dobët shqiptar? Po dëgjoj, shiko, Do ne thosh që jemi mos i bën këtë Jo, pyetje. mo ne jemi mësuar të themi më i miri dhe më i dobti, e kupton? Kjo Është personazh. fillon nga Oscari edhe Jo, deri më i tek- dobti, m'fal, më i mbi vlerësuar. Se më i dobti. Shiko, nga tek aktorët më të mirë shqiptar, po të them për shembull të kinemas, që i njeh popullin në Gjersi, disa që kanë bërë shumë më tepër teatr, do u mohoj vlerën. Po për shembull Vangjysh Furxhiu ka qenë një aktor i jashtëzakonshëm, Shumë pak i vlerësuar. Shumë pak i vlerësuar. Madje, domethënë, I shbër dhe rrugë në tani që na dëgjojnë do thonë kush është. Është ai te njeriu me top që thot italiani, mato i madh, mato gjeni, mato kolos, mato hero. Ai është Vangjysh Furxhiu. Ke plot dhe nuk do doja, e di pse. Nuk do t'i ndash. Jo, nuk do doja të bëja E qartë. atë që kam thënë shumë vite më përpara i vogël, mja 2-3 dekada më përpara, për shembull, që thoshja këto emrat që dihen që janë aktor shumë domethënj. E kupton? Po Kadriroshi nuk ka nevojë ta përmendësh. Kupton? Nuk ka nevojë. As Sander Prosi vlla. Po për shembull të ke emra si Agim Qiriaqi, Vangjysh Furxhiu, ton që Serafim Fanku, Që janë pak të po, nënvlerësuar. Jo, nuk janë aq të njohur. nuk janë. Jo se janë të nënvlerësuar. Nuk janë aq të njohur, më burri, po janë aktor shumë domethënj. Shumë. Çfarë aktor. bën një aktor të madh? Të mos ja bësh me hile shpirtit. Është bukur. E thon Tiranësit. Është shumë e bukur, mos ja bëj bukur është. shpirtit, mos ja bëj shpirtit me hile. Po kur ta bën shpirti me hile ty. Nuk ta bën shpirti asnjëherë me hile. Mm. Prandaj Duhet ja bësh thon ti shpirtin, në ja. emër të Adit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë që kemi ne të krishterë. Lart kur e ke Ditëlindjen në 7 mars. sot marrë edhe 100. Kam thënë. Kur e ke gjetë pjekurin për ta quajtur që Kur fillova të mos marr veten seriozisht. me Zotin e kisha fjalë. E pra, është se Jo, nga thash se po flisje për aktrimin. Jo, e kam të mëkuar atë me qumshin e nënës. e ke pas të E kam po sepse në familjen time, për shembull xhaxhai i gjyshes time është Jerotheo Andon Jaho, mitropoliti i parë i Korçës, shuguroi Fanolin dhe Spotet dhe Kristofor Kisin, të cilët më vonë u bën me radh kryepeshkop të Shqipërisë.
Po ai I pari që hodhi themelet e kishës autokefale shqiptare ishte Jerotheo Andoniaku, që është Xhaxha e gjyshësime. Dhe në fakt që Dhe pastaj iku dhe u bë murg në skitinë e Shënanës në Malin e Shenjtë. Dhe sot e kësaj dite, do më thënë ruhet trupi I tij, nuk është varrosur sepse është në radhë për shenjtor. Dhe kështu që e kam nga familja. Sa ka bërë autokefalia ortodokse shqiptare? Asgjë. S'ka bërë asgjë. Asgjë. Jo, asgjë. Po njerëz që që I përkisnin kësaj. Madje edhe në muze kur u bë jo për asin konkret, po flas për Shqipërinë. Edhe njerë bëhe pjotin atëre. Ja, po nuk më dëgjon, Gabim, nuk fal. Po thoja që ortodoksia, po e rifrazoj. Ortodoksia ka bërë shumë për ruajtjen e identitetit shqiptar. Po ka dy linja të ortodoksisë. Është njëra linjë që ka të bëjë me patriarkanën e Konstantinopolis. Jo, ajo ka bërë shumë për kurse kjo sepse ka qenë kurse linja e Jerotheo Andoniaos me Fanolin ata ishin të parët që I mëshuan meshimit në Shqip, sa e bukur. Se mesha ajo është, ai mëshon prandaj. Pra meshës në Shqip. Edhe jo vetëm kaq, Jo, po kjo është themeltare. Absolutisht. Shumë e rëndësishme që të bëhet Shqip ritualisht. Po, sepse ke fe të tjera që edhe pse shkojnë në popuj të tjerë mbajnë të njëjtën gjuhë. Gjuhë, po qartë. Dhe ti se ka folur thot profeti kështu, po unë jam shqiptar. Më kupton? Dhe Noli e ka thënë shumë bukur. Noli ka thënë lutjuni Zotit në gjuhën tuaj, se I rregullon vetë Perëndia në qiell për kthimin. Bukur. Çallë njëri brillant ka qenë ai. Që ishte një nga shqipërusit më të mëdhenj. Po, poliglot, intelektual I madh. E diti që poezitë e Nolit, do të thënë Maratonomakun e gjitha këto janë të shkruara edhe në greqisht, e di? Dhe janë të botuara. Seriozisht? Ne, po. Janë të tmerrshme në greqisht. Tingëllojnë naive, fëminore dhe shumë amatoreske në greqisht. Llahtar. Sepse e akuzonin Nolin si grek. Dhe një nga faktet, këtë e kam thënë unë I pari në shtypin shqiptar, I pari, po nejse që kam nënvizuar, që një nga, do më nëse do, një nga arsyet, është gjua. Dhe kur kam lexuar poezitë e tij në greqisht, më fal, atje ku je po. Kanë qenë skandaloze. Në gjuhë e tij ka qenë shqipja po. Nuk e ngiste mirë, Jo, nuk është se nuk e ngiste, po ore, nuk ishte të njëjtën vlerë. Kishte. Nuk I këndonte shpirti, jo. Rende u thuaj se u shtur hordhie huaj se qytetin e shpëtuam dhe pse betejën e fituam dhe qytetin e shpëtuam. E kupton? Ka një trok maratonomaku që vrapon, ecën. Ti e dëgjon dhe nga mënyra në greqisht nuk është. Është një njerëz që e shkruan. Në fakt, unë ndoqa një ekspozitë arti që bëri Bledar Gramo, një angiograf piktore kështu, dhe kishte eksaktësisht biles na dha disa tekste që duhet I lexonim si naracion për disa nga personazhet. Aty në fakt merrti shumë keq nga vetja që nuk isha mjaftueshëm informuar se çfarë kishin kontribuar shumë përfaqësues të fesë ortodokse në Shqipëri. Patjetër. Të jashtëzakonshëm. Po sigurisht. Sigurisht edhe katolike, patjetër. Jo, e kapëm këtu me që fola unë për këtë. Kontribute dhe martirizim sepse e njoh më mirë, prandaj. Janë martirizuar, domethënë, jo për fen, po janë martirizuar për Shqipërinë. Për Shqipërinë, po që nga Petronini Luarasi, nga Astat Melani, Papa Kristo Negovani, sa do, dërte Xhaxha e gjyshëstime në fund që u detyrua të largoj dhe u bë, është rasti I parë që një eksark patriarkal, dish domethënë, është si thua, ke perandorin, që është patriarku, eksark patriarkal është sekretari I përgjithshëm. Okej. Ai e la Konstantinopolën, erdhi këtu, të themelonte, u kërcënua dhe iku dhe jetoi në Malin e Shenjtë si murg. Me qartë. Tema interesante, meqense jemi këtu tek çështje kaq bukur edhe thellë me Lardin, mund të rish 6 ditë më burr, po tani kjo s'do thotë që do mbajmë njeriu. Që do viun çdo mëngjes. Po pra. Se mirë sot lidhja aty rrogën. Romeo nuk e di, më ke kështu vllai, më ke çuar që në 8 të mëngjesit, në 7 se të bëja dush të ruhesh, a kupton?
Me njëse ishim të këto biseda ka i thella, ore kur do martohesh, çfarë do bëhet me ty? Se pyesin ande nga regjia është. E di mo vut nami më pyesin. Po çap se e ndritën këta që u martuan dhe të martohem dhe unë. E ke thënë në fakt disa herë. Këta e ndritën. Po. E. Po mos e ndrit as ti ore. Pse I vendos ta? Po je keq. Jo mo, shiko. Dëgjoj, është një kështu në greqisht që thot imi mikros pandrepsu, imi mikros kalogerepsu. Që do të thot ose martohu herët ose bëu murg herët. Okej, thash se do ishte ajo e Sokratit me gruan, një grua. E Sokratit po. Jo, Sokrati thotë që duhet martohet burri gjithsesi. Po ira grua e mirë, do jetoj lumtur. Po ira grua e keq, do bëhet filozof. Dhe zakonisht Sokratin e ndiqte në agora, në treg, e ndiqte gruaja, dhe aty ku shkruan dhe Mavria I vinte do një tenxhere me ujë në kokë. Dhe I thoshte çou bë do një punë. I thoshte Sokratit, gruaja. Pra të gjithë ju që na dëgjoni, nëse ju përtasin gratë, ngushëlloni që Sokrati hante bidona me ujë në kokë dhe tenxhere. Për këtë Sokrat. Gratë këtë punë kanë. A prandaj ti më thua martohu, se s'ka kush më bërtet. Po normalisht. Në rregull vlla, rofsh. Po mirë, a mund të ketë në horizont, në qartë absolut, po nuk dua fare nga këto gosime. Më detyrojnë të pyes ore. Dgjoj, po pastaj, shiko, ne po të marrim shembull nga udhëheqësit tan. Do ta kthesh prapë te martesa, më duket. Janë martuar shumë vonë. Kush më janë martuar? Zogu martuar shumë vonë. Liru martuar. Zogu martuar shumë vonë. Zogu? Cili zog? Zogolli, Ahmeti, ha? Po. Sa vjeç më ishte? Enveri u martua shumë vonë. Jo, si ishin aq vonë. Po, 42, si. Për atë kohë, 22 ishte Enveri. More, je mirë tani, po patjetër. Ai ishte 1908-s vlla. E di atë vogël, por që ke 40 vjeç. Po pra. Po. Pastaj, në martes, kryeministri tanishëm është martuar vonë. Martes. Atëre të ngelet vesh se të bësh lider. Noli nuk u martua kur. Po mirë, Noli është lider. Atëre pyetja pas kësaj pyetja që duhet të vinte, ishte lart, po pret të bësh kryeministër apo kryepeshkop. Sa po thash, atëre e vetmi alternativë që është të bësh kryeministër, kupton? Nuk ka alternativë. Do më detyrojnë atëre të martohem. Nëse do të zgjidhemi midis dyjave, kryeministër apo kryepeshkop? Noli I bëri të dyja, ishte kryepeshkop kryeministër. Po ti çfarë do bësh? Po kleri ka disa rregulla shumë të forta se politika. Pra kryeministër. Jo, sepse ka të bëjë me perëndin. Okej, sigurisht. Dhe domethënë ti nuk një ditë se tu shkrep ty të vesh të bëhesh, e kupton? Po. Pra kurse kryeministër ja urdhëroi ti ke Zelenskin për shembull, që një aktor komik. Po. Fuqitë mëdha vendosen që ta bëjnë president. Lartë isha, unë personalisht nuk jam shumë interesuar a do martohesh apo jo, se s'ka rëndësi, domethënë atë e di ti. Ç'rëndësi ka? Po, as nuk jam edhe interesuar di a je I dashur apo jo, se në fund prap e di ti. Po, dhe kështu që edhe aty që do pjesë ai do them e diun. Meqense e di ke ti, ç'rëndësi ka? Ka ndonjë pyetje që do t'ja Jo më, kush është projekti I radhës ose? Po. Çfarë do bësh tani? Kemi filluar xhirimet për Ego 2-shin, filmin e Drilonit. Ore në teatr do të shohim tani apo do në teatr sapo mbaruam shfaqjet me nuk flas, nuk dëgjoj, nuk shikoj komedin greke ku luaja me të mrekullueshmit sinqerisht, domethënë recital. Elidon Fino dhe Ervin Çuli, në Elbasan 2 javë sold out. E pam fenomenu. Jo sinqerisht, po ishte edhe për ne ishte surprizë jashtëzakonshme. Por zot shkojmë në një gjë, dua të shikoj në një gjë dramatike, më nuk e kam pas fatin, më kanë thënë njerëz që kanë jetuar. Ama I ke, dëgjoj, shfaqjet e mia dhe nuk është çështja, nuk po promovoj ndonjë media, unë e dini se bëj, por shfaqjet e mia janë tek në video on demand, I ke tek Digital, I ke shfaqjet e mia. I kanë ata shfaqjet e mia. Ua kanë dhënë drejtën e shfrytëzimit sepse kanë bërë regjistrim të jashtëzakonshëm. Televiziv. Ngelet për të parë. Po patjetër. Po nuk është e njëjta gjë. S'është e njëjta gjë, po si ti kthej vlla. Po bëj në një tjetër, po dilo një. Në një shfaqje. Po nëse unë bëj Doruntinën, duhet ta kthej te Pallati I Kongreseve se nuk e nxë, nuk ka më sallë teatri që e nxë Doruntinën. Me jehonën që ka marr. Bëje. Ha, do ta shohim Doruntinën. Ja të marr në telefon të mbyll sallën. Mbylle. Ne me qejf do ta kishim shumë. E di. Kam seriozisht. E di. Jo, për ty e di mo. E di.
E di, për Juve. E kam dëgjuar atë, është tani është kthyer mit kjo performancë, prandaj doja ta shikoj. Më ka 300.000 ndërkombëtare. Bujar Laku aktori më i mirë, Margarita Xhepa aktoria më e mirë. Çiça Kaste. Dhe po në 2021 Festivali i Shkupit, dhe ky gomari që flet regjia më e mirë. Unë është pyetje fundit, nuk e pyes asgjë tjetër. Ti që je më internacional për sa i përket prekjes së teatrit në shtete ndryshme, ke për Greqi etj, ke konkuruar. Po. Këto emrat e mëdhenj që ka njohur në historinë e saj Shqipëria në teatr dhe film dhe kinema. Por edhe tani në këto momente që kemi disa aktorë, sepse teatri shqiptar është quajtur për një shkollë të fortë në tërësi. E vërtet. A kanë diçka mangët nga këta aktorët e mëdhenj të teatrave të ndryshme nëpër Europë, apo aktorëve të ndryshëm të rëndësishëm të kinemas, qoftë ajo hollywoodiane, qoftë ajo e kinemas elitare europiane? Mendon se do kishin kapacitet që të aktronin në ato nivele? Duhet të dish që në botë ka këngëtare shumë të mëdha se Dua Lipa. Por kishte menaxher shumë të mirë dhe e ka. Pra kjo u mungon aktorëve shqiptar. Unë nuk isha aktori më i mirë shqiptar, as nuk jam, as pretendoj të jam. Por dalja ime në një treg si Athina dhe përfundimi i akademisë, diplomimi nga Akademia e Teatrit Kombëtar të Athinës, dhe të luash në Epidaur, kur e diti që, domethënë, është Kevin Spacey aty, që të shes se luan të nesërmen. E kupton që do të hapet një përpara një horizont shumë i madh se sa të luash vetëm në Shqipëri, ku nuk të shef as kryeministri jot. E qartë, e kuptoj. Ne të paktën në Athinë, kryeministri në premierën zyrtare ishte gjithmonë tek salla e Teatrit Kombëtar. Patjetër. Ose ministri të paktën. Po këtu e ke parasysh, kanë agentën e ngarkuar. Thjesht çështje promovimi të duhur është. Po patjetër, është thjesht, është vetëm ajo vlla. Është vetëm ajo. Në fusha të tjera, në shumë fusha teatri ka nevojë për menaxher. Sepse filmi menaxhon veten. Filmin e merr në një kops janë tani ato. As kopsa, është më e vogël se kopsa. Çipi që e merr dhe e çon kudo u së bën. Don teatri duhet të shosh 50 veta plak. E kupton? Është kur flet me dialekt jugor, dhe më thot more është, po pastaj po se ngatrohem. Ça bëre daku? Sepse është art shumë elitar. E qartë. Dhe italianët, nga që nuk arrinin elitarizmin e tragjedisë, shpikën operën. Që është më e butë, është version më i butë se tragjedia. Po prap në teatr. Qartë, kurse ne me një mirë shelli para, me qikraki, e nxjerrim në tragjedin aty. Mjafton një bari duhet me 2 shokë edhe... Jo, ne kemi, shiko, ne kemi traditë jashtëzakonshme vëlla. Ti mjafton merr polifoninë edhe kaq ke mbaruar. Pra atë po thoja po. Prandaj po thoja, pra atë. Mo të njëjtin gjë, thjesht të mbështeta. Më mbështete. Ne mbështeta mua. Shiko, e fajsoj Romeon, po në fakt në një orë me qef e pash. Jo, unë ri me qef mo, unë thjesht ti ke problemi sa të isha. Do me thënë nuk e di, para mbrapa me një lap se do të çojmë në 7. Kaq. Po u çova, bëra dush uroj. Lart është herë e parë që unë personalisht intervistoj, të falenderoj shumë për energjinë e mirë. Faleminderit shumë dhe ty, edhe sinqerisht. Energjia ime është projeksioni i energjisë suaj. Faleminderit, qofse ke parasysh na bëri dhe një shit tani vazhdo ditën. Po është vërtet. Po ti ishe ti me turin dhe jo i qeshur, asun s'do isha kështu. Normal është. Të falenderoj shumë. Edhe unë juve. Ata urojmë shumë sukses në gjithçka do të bëjmë. Po iki tani se do ke marr job, jam i sigurt tu te kuvend që kam paktuar. E ke lënë keq. E kam lënë mbi trotuar gjithmonë. Okej. Këta bëjnë. Policia nuk e dëgjoi këtë. Është artist do të thuaj çika. Okej, ne kemi ardhur në fund të emisionit, sigurisht duhet të falenderojmë Simek Albania që
na ofron akses në makineri për gjithë ju që doni të keni makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne, teknologji italiane, Mateo mos harro, nga lider europian. Mos puno me limite, investon performancë si me Albania teknologjia që rrit prodhimin. Kemi harruar diçka tjetër? Jo, zotëri. Absolutisht kemi thënë të gjitha? Jo, kemi harruar të ikin. Kemi harruar të ikin. Klith me aktori ore, nuk del. Okej. Mirë, miq, ne do të takojmë sërish të hënën, deri atëherë kalofshi sa më mirë.